Gianna Nannini, lindur me 14 qershor të vitit 1954, është një këngëtare dhe autore këngësh italiane. Këngët e saj më të shuara përfshin Amerika, Fotoromanza, I maschi, Bello e impossibile. Kjo e fundit, një hit evropian me sukses në Austri, Gjermani, Itali dhe Zvicër. Nannini, e lindur në Siena me 14 qershor 1954, është motra e madhe e ish pilotit të garave të Formula 1 Alessandro Nannini. Ajo studioi piano dhe kompozim në Milano në fund të viteve 1970 dhe mori një diplomë në filozofi nga Universiteti i Sienës në 1994. Gianna Nannini shënoi hitin e saj të parë në 1979 me këngën Amerika dhe albumin California, e cila u bë një sukses në disa vende evropiane. Zbulimi i saj ndërkombëtar ndodhi në vitin 1984 dhe publikimin e albumit të saj të 6 Puzzle, të prodhuar nga Conny Plank. Një album i cili arriti në top 10 në listat italiane, gjermane, austriake dhe zviceriane. Kënga e parë nga albumi Fotoromanza u mbështet nga një video muzikor e drejtuar nga Michelangelo Antonioni dhe fitoi shumë çmime muzikore. Nannini fitoi një turne të gjatë evropian për të mbështetur albumin, duke e kulmuar me një koncert kryesor në Montreux Jazz Festival. Në vitin 1986, kënga e saj Bello e impossibile ishte një hit evropian në Itali, Gjermani, Austri dhe Zvicër. Albumi i vitit 1987, Maski e Altri, shiti mbi 1 milion kopje. Ndërsa në vitin 2004, ajo publikoi albumin hiteve më të mëdha Perle, ku një numër i këngëve të saj më të njohura u riorganizuan me mbështetjen e muzikantëve më në zotë të kohës. Albumi Grazie u publikua në shkurt 2006 dhe arriti kulmin në listat italiane me këngën Sei nell'anima. Në periudhën e vitit 2007, Nannini publikoi Pia come la canto io, një koleksion këngësh të prodhuara nga Will Mellon. Në gusht të vitit 2010, në moshën 56 vjeçare, Nannini njoftoi se ishte shtetëzën e emri babait nuk u zbulua asnjëherë. Shtetëzania e Nannini u shfaq dukshëm në kopertinat e revistave, ku ajo u portretizua e veshur me një bluzë me mbishkrimin Zoti është grua. Në 26 nëntor 2010, vajza e Nanninit, Penelope Jane Charlotte, lindi në Milano. Në vitin 2017, Nannini vendosi të transferohej në Londër me partneren e saj Carla. Në autobiografinë e saj të vitit 2017 të titulluar Cazzi miei, ajo zbuloi se ishte gati për një bashkim civil me Carlen, duke shpjeguar se ndjente se tashmë ligjit italian nuk mund të jepni asnjë garanci për të ardhmen e Penelopës në rastin e vdekjes së Nanninit. Këngëtarja e famshme e muzikës rock Gianna Nannini, në vitin 2020, ajo u rikthye me një koncert virtual me video nga shtëpia e saj, për të luftuar kundër vetmisë së detyruar nga masat e sigurisë të vendosura nga autoritetet për të ndaluar epidemin. Ajo u shpreh: "Gjëja e tmerrshme në lidhje me këtë virus është vetmia. Secili prej nesh duhet të vërë diçka nga vetja në dispozicion të komunitetit ton. Unë jam në Milano dhe dua të transmetoj këngë rock akustik në internet në mënyrë që të gjithë të mund të ndihemi më pranë njëri tjetrit, por me siguri të plot", shkroi ajo në llogarinë e saj në Instagram. Gianna Nannini, një personazh i famshëm në Itali, por jo vetëm, me rreth 30 albume, një karrierë të gjatë e cila fitoi më shumë se 40 vite më parë.